Kam zgjedhur një kamelia dhe arsyeja pse solla një kamelia është se do doja që sa herë të kaloja këtu të shikoja atë lulëzimin e kamelias që po mbjellim sot. Dhe kamelia është bim që lulëzon si trëndafil, shumë tërheqëse. Është veçantë, nga ky lulëzimi se jemi mësuar për shembull, edhe këtu kemi bimët kanë një periudhë të caktuar që lulëzojnë ndoshta se na kujtohen edhe bimë të tjera si kumbulla apo qershia që kanë tipike atë që duket, po nga ana tjetër këto kanë vetë në thonjza trëndafilin. Po, nuk bën frut, por ka shumë tërheqëse lulen e vet. Është bim që mund të mbahet si themi në lartësi të caktuara edhe të mbjella në vazo, edhe kushtëzohet, sepse është bim që pranon krahasitje, si gjitha bimët po t'i krahasisim dhe t'i ruajmë pamjen. Por nëse ne e mbjellim në tokë, kjo do të bëhet në mundësitë më të mira të saj një pemë e lartë, si gjithë pemët që shohim këtu, sepse është e tillë që lartësohet dhe trungu i saj trashet sa vjen në vite. Edhe për familjet që ta marrin ta vendosin në kopshtin e tyre, se tani unë kur të marr telefonin me gjas ime më ka kërkuar të tilla se ka fakti që duken të bukura dhe kanë lulet që dhe ti zbulove bimën e radhës që do t'i dërosh mami. Është fiksuar dhe e kam parë që kryesisht gratë shqiptare i duan shumë bimët. Rezulton, janë ata që vinë dhe kërkojnë më shumë për të mbjellë, të marrin, të mbushin. A janë gratë më shumë se sa burrat? Shiko, ka edhe burrat, dhe madje së fundit dëgjova një nga miq tanë që vjen edhe zgjedh shpejt dhe shpesh, edhe tha e çuditshme është se gruaja po më bëhet xheloze, se lulet që ajo mbjell nuk po i ecin shumë, ndërsa lulet që dora ime mbjell ecin shumë. Mund ta lindë në dorë të burrit me këtë. Ai ishte një person me shumë pasion për sa i përket bimëve, se kuptova nga njohjet që kishte për bimët, dhe kjo është e vetmja gjë. Dashuria që ai kishte për bimët i bën ato që vërtet, se ai jo se çfarë ka dora e vet magji, por ai ka këtë kujdes shumë të veçantë, gjë që personi tjetër, edhe pse femra nuk ndahen dot kështu, nuk e kishte, domethënë nuk kishte çfarë t'i jepte bimës që të rritej. Ndryshe nga e çuditshme është edhe në këtë rast ajo receta sekrete dhe përbërës sekret është dashuria në çdo rast. Sistemi për shembull për flokët që ka dorën e mbar njësoj edhe për bimën. Tani un kam përshtypjen që pavarësisht se ai që thuat i ke edhe dorën e mbar edhe dashurinë, kështu që shpresoj të nisnim ta mbjellim edhe më pas një mundësi që ta shohim, edhe gjithkohës edhe bisedojmë edhe shohim. Ndërkohë që gjëja e parë për të vendosur poshtë rrënjve do të jenë pak guralec, megjithëse kur janë në tokë, bimët e gjejnë rrugën të rrënjëzojnë dhe unë pashë kishte disa gure edhe në momentin që bëja gërmimin, se do përmend ndërkohë që kam bërë grop. Atëherë për të mos e dëmtuar rrënjën kur ne e shkulim, e shtypim pak të vazon kështu. Për të kelur. Për disa bimë është më mirë edhe ta çani vazon kur janë të tilla që mos të. Po mund të rrezikojnë në raste të ndryshme që të çajë dhe diçka që mund të duhet për shembull. Jo, e pret në një formë të tillë ku heq sa të çlirohet, duke e prerë dhe duke e çliruar mund ta presësh 4-5 vende dhe iku. Ka bimë të tilla. Ne shikojmë ne këtu është edhe plehu apo? Po, është edhe pleh. Përveç kësaj toka që ne po e vendosim është tokë e plehuruar sepse kujdesen që kjo zonë të gjelbërohet vazhdimisht. Tani që kemi gjelbëruar. Tani kjo pjesa që unë po bëj është që të shkrifërohet pak rrënja, edhe në mënyrë që të mos e dëmtojmë e largojmë pak dheun sa kjo e shkrifëruar të kapi direkt në tokë. Po tani që po mundojmë të shkriftoj edhe këtë pjesën, që nga jo ndjesia shumë e mire të këzimit edhe faktit që lidhesh me natyrën më shumë. Prandaj them që mësoni ta prekni më shumë dheun me duar edhe kur bëni këto mbjelljet e luleve, se është e mirë, është e dashur. Tani duke qenë se është e tokës, më kujtohet që ne bënim aktivitete të shumta edhe kur ishim në shkollë, dhe kryesisht kishim ndoshta për të mbledhur mbeturinat, ndoshta për të bërë konkurse sa i përket luleve, bimëve kush sjell lulen më të bukur. Cila do ishte ideale për ty forma e festimit të kësaj dite, ndoshta mënyra e mbjelljes? Unë mendoj që ti përveç se të sjellin ato lulet për një konkurs bukurie, që mos jetë një thjesht parad lulesh, ku pastaj i mësojnë edhe si ti vënë në shitje, ti vënë çmime dhe ti shesin ndoshta edhe me njëri tjetrin ose të konkurrojnë mes klasave. Më shumë se sa të jetë kështu, mendoj të bëjnë një kënd ku ta gjelbërojnë, pra të kenë ndoshta
në klasat të zgjedhin lule specifike që nëse do t'i mbjellin për klasën brenda të jenë të tilla që duan brenda dhe pranë dritares dhe të mësojnë të kujdesen, pra të shqetësojnë nëse diçka nuk po shkon mirë dhe t'i gjejnë mënyrën e duhur. Ose të gjejnë kënde o borri, pra ka shkolla që kanë vende jashtë dhe t'i gjelbërojnë ato. Pra jo thjesht blihen ca lule për të bukura dhe të kalojnë të bëjnë konkurse sepse mendoj që këtu nuk është se po i mësojnë diçka interesante. Po është më shumë edhe është tamam sikur thjesht po flitet për atë ditë, po jo se po bëhet qëllimi kryesor edhe. Domethënë shohin ca lule të bukura, pra i mësojnë ta adhurojnë veç për kaq, veç për bukurinë që kanë me lulëzimin, po lulet transformohen, lulet nuk janë vetëm të lulëzuara për atë moment edhe nuk do ndryshojnë, kështu që duhet i mësojmë të kujdesemi, që ato ta mbajnë veten, si të themi, të bukura. Po edhe në ciklin e tyre jetësor ta pranojmë që cikli jetësor i lules kalon nëpër faza dhe nuk është tërkohës me lule. Sepse shpesh për ta pasur si mësim që mund të ketë ditë që edhe mund të jemi drejt parjes, po pastaj mund të kemi ditë që kërkojmë të pushojmë. Edhe në njerëzit, ashtu janë dhe lulet, kanë sezonet e tyre me lule dhe pa lule, edhe mua më vjen shumë keq kur shumë persona më çojnë foto dhe thonë pse është tharë lulja ime më këshillon. Kur lulja e tyre nuk është fare e tharë. Është thjesht ka këto gjethet e gjelbërta dhe nuk po i çon lule për kohën që ato po presin lule. Që është normali, se koha, ashtu ta kuptuar, koha pas ka fluturuar dhe ne jemi drejt fundit të bisedës, po ndërkohë edhe na shkoi shumë e bukur. Çfarë mund të bëjmë nga që jemi në limitet, po